Adhurues basketbollit, keni dërguar me qindra mesazhe në adresën e Asisti Online të timën personal i lidhur me situatën në fund të këtij kampionati, lidhur me atë se cila nga 3 skuadrat, si Gal Prishtina, Vllaznimi apo Rahoveci, do të largohet nga elita, cila do të mbetet dhe cila do të zë vendin e 6 dhe siguroj vizën e fundit për play-off. Në vazhdim do t'ju qartësoj plotësisht situatën, por edhe pse ka shumë kombinime matematikore, më së shumti ju ka interesuar se çka do të ndodhë në rast se 3 skuadra mbeten me pikë të njëjta në fund, prandaj po ja nisim nga kjo situatë. Duke konsultuar rregulloret e FIBA-s, pra rregullat e lojës së FIBA-s, rregulloret, propozicionet dhe vetë organet e FBK-s, situata është kështu. Nëse Prishtina pëson nga Trepça në xhiron e fundit, Vllaznimi dhe Haroveci fitojnë, atëherë të 3 skuadra do të kenë pikë identike dhe në atë rast këto 3 skuadra formojnë një grup ku shikohen nga 4 ndeshje të ndërsjellja midis 3 ekipeve dhe koshaverazhi i tyre total në fund, pra mes të këtyre 3 skuadrave. Pra, Vllaznimi ka koshaverazh më të mirë se si Gal Prishtina +8. Prishtina ka koshaverazh më të mirë se Rahoveci +18, kurse Rahoveci ka koshdallim më të mirë se Vllaznimi +1. Në këtë situatë, Prishtina del e 6-ta me koshaverazh total prej +10, sepse ka +18 pikë me Rahovecin dhe -8 me Vllaznimin, që është total 10. Vllaznimi del i 7-ti me koshaverazh +7, sepse i ka -1 me Rahovecin dhe +8 me Prishtinën, kurse Rahoveci përfundon i 8-ti me koshaverazh -17, +1 me Vllaznimin dhe -18 me Prishtinën. Përfundimisht me këtë skenar, si Gal Prishtina shkon në play-off, Vllaznimi mbijeton në pozitën e 7, ndërsa Rahoveci largohet nga Superliga si i 8-ti. Varianti i dytë, të 3 skuadrat fitojnë. Atëherë, Prishtina shkon në play-off si e 6-ta, kurse Rahoveci dhe Vllaznimi do të kenë pikë të njëjta dhe në atë rast shikohet përballja direkte midis tyre, ku Rahoveci ka 3 fitore ndaj Vllaznimit, Vllaznimi e ka 1, andaj në këtë situatë vreshtarët mbeten në Superligë, ndërsa Vllaznimi përshëndetet nga elita. Varianti i tretë, Vllaznimi fiton, Prishtina dhe Rahoveci humbin, atëherë Rahoveci bjen nga liga, Prishtina është e 7-ta, sepse ka skor negativ ndaj Vllaznimit, kurse kuqezinjt shkojnë në play-off pasi janë më të mirë se Prishtina. Pra, adhurues të basketbollit, kombinime matematikore sa dush, edicioni 2025-26 i Procredit Superligës, pra kampionati 32 të basketbollit pavarur kosovar, ashtu si ka fillu, ashtu si është zhvillu, ashtu edhe po përfundon. Një xhiro para fundit, pra punët janë lug, ashtu si ka qenë gjatë tërë kampionatit, prandaj edhe kemi thënë vazhdimisht se si asnjëherë më parë, deri tash në këto 20 vitet e fundit, nuk kemi pasur kampionat më interesant, më të bukur dhe dramatik. Gjitha këto lajmet ekskluzive, gjitha shpjegimet dhe më të rejat mund t'i gjeni ku tjetër veç se në adresën numër 1 të basketbollit në Shqiptari Asisti Online dhe natyrisht me transmetimet në adresën numër 1 të transmetimeve të sportit në Shqiptari Art Motion.